Pasi qeveria spanjolle bëri thirrje e Izraelit për të hapur pikat kufitare me qëllim që të ndalohej zia e bukës, avionët ushtarak spanjoll kanë dërguar 26 ton ndihmë humanitare në Gaza. Ky vend provuan prej disa kohësh nga uria, duke shkaktuar edhe vdekje të shumta. Avionët ushtarak spanjoll kanë hedhur 26 ton ndihmë humanitare në Gaza pasi qeveria spanjolle i bëri thirrje Izraelit të hap pikat kufitare toksore për të parandaluar zinë e bukës. Spanja ka ngul në hapjen e vendkalimeve toksore si një masë e domosdoshme për të shmangur një situatë urie, tha Ministria e Jashtme e Spanjës. Operacioni i kryer në koordinim me Jordaninë dhe i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian hodhi më shumë se 11.000 racione ushqimore. Vendet të tjera perëndimore duke përfshirë SBA-n, Francën dhe Gjermaninë kanë përdorur gjithashtu fluturime ajrore për të ofruar ndihmë për të lehtësuar krizën humanitare në Gaza. Ministria e Jashtme spanjolle gjithashtu ripohoi angazhimin e saj për të mbështetur UNRWA, agjenci humanitare të Kombeve të Bashkuara për Palestinezit dhe për ekzistencën e saj të vazhdueshme.